po edhe me Sabri Fizullon. Tregon pak ma tepër për këto ide mas pari, qysh kanë lind, qysh janë realizu, qysh kanë shku. Po, ka qenë një program i vitit të ri, ku unë kom pas me këndu një këngë të Argjit Sabri, edhe mandej, masi që e përfundova, unë e posh se energjia brejet, edhe posh e ndjej ti shumë këngën që e këndova mirë, tash mirë e këndova, pa modesti me thonë, edhe... Dorën zemë. Po tash na që dina komuniteti artistik, nuk është ta që sinqert sa duket, po besoj që ju e dini. Edhe mandej ka ndodhë shumë shpesh që kanë thonë, unë ka me bon një duet me ty, edhe mo as Sulajmëruas nuk janë ndodhë fare. Edhe kështu që në përfundim, mas i përfundoj, kejt ajo, unë pe takoj prap, Argjin Sabri në korridor, tha, unë tha nuk harrova. O, zëtë. Unë s'harrova, tha, ti tha, pa tjetë, tha, na kena me pas një këngë bashk, edhe okej, dhe që shumë kësova paj, tash se nështë edhe s'mundet me qenë e vërtet që shkanë të dhe me disa raste tjera, se unë e kom pas një rast prakish me një këngëtar, që u bu kënga gati në fund nuk erdhi. Adina, ideja ishte e vetja, si me thonë. Edhe okej, e lashat punë, kur një lifta për takoj, unë s'kom arru, okej, këtë djali thash është rinori, thash është bashkëshorti jam. A se kish ditë. Edhe mandej tha, ti tha sot e fillon një këngë me bo duet. Bashkë bënëm duetin, e realizum videoklipin, edhe po besoj që ka për 4 milioni ka bo. Ka ecti për mirë, edhe më ka orë shumë mirë që edhe në për ahin që ma kanë kërku. Ha që për ta kërkun edhe në sonte, jehun refrenin për ta kërkoj edhe në sonte për shikus tonë. Hajde. Ti ke lind për mu, shpirti jem veç ty të du, të kam zemër, të kam jetë, dashnia e vërtet. Kesh ka se nuk kur kështu pa na instrument. Ama jo, je shumë e natyrshme, të qysh delë zoni shumë letë. Si të folë. No, se t'ti që atë thamë se jo është. Ja, a është dikush që donë me bo një duet edhe s'ja ke thonë, po kishe pas shumë qef me bo, që ta themi këtu publikisht taftojmë? Unë e kisha pas shumë qef, po s'di sa mundet me u realizu, ose qoftë një bashkëpunim, ose një këngë nga Flori Mumajesi. Sepse është një pej artistëve ma të mdhaj, kryuzve ma të mdhaj, që mu më ka shkru pa më njoftë. Edhe adin, bile bashkë për një këngë që e kom pas këndu në qirimet vitit 3, edhe kjo ka qenë, edhe më ka komplimentu, edhe me një farë fjole, e ka vlerësu zonën në gjyrën, po. Befasi që u shprej qaq mirë për talentin tem, edhe uroj që të kthehet edhe besoj që sa një parë që kisha pas qef me bo është me bo një këngë, me pas një këngë nga Flori, ose me bo edhe një bashkëpunim. Sepse edhe i ka bo share 2-3 muzikën tem, po. Riktimin e Po, ne kemi shumë kryus të mirë, kemi shumë artist të mirë, dhe më thonë,